Ylber Ramadani u shpreh zhgënjur me gjykimin pas humbjes së Lecces ndaj Komos. Ekipi i Ramadanit u mposhtë 0-3 nga Como, ndërsa mesfushori shqiptar ka pretendime për golin e parë, aty ku Niko Pas e goditi me grusht. Di Francesco është i zemëruar. Është e vërtet sepse ndryshon rrjedhën e ndeshjes ai gol. Ata shënojnë gol pas atij episodi. Unë nuk bie për tokë kot, ende kam dhimbje të dhëmbët, shihet qartë që më godet me grusht. Kundër Lazios, Ricardo nuk e prek lojtarin e tyre, ai u hodh për tokë dhe u dha faull. Duhet të shikojnë mirë. Unë nuk bie për tokë sepse dua të bie. Jemi të zemëruar sepse e ka orientuar ndeshjen. Pastaj deri te goli i dytë ishim aty. Ishte momenti ynë më i mirë. Unë prisja të shënoja gol. Ne duhet të ishim më kompakt për të mos pësuar gol, por episodet e vendosin ndeshjen. Nuk dua të komentoj ndeshjen, por për mua ishte një faull i pastër. U vum në vështirësi, ata luajnë mirë futboll, por ne ishim aty, nuk u tërhoqëm, deri te goli i dytë. Ishin në vështirësi. Duhet të jemi më kompakt dhe të mos jemi të çrregullt. Skuadrat e forta në fushë të hapur të ndëshkojnë. Duhet të jemi të bashkuar në fushë, u shpreh Ramadani pas ndeshjes.